Fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Në shekullin e 5 para erës sonë, muret e Jeruzalemit ishin të rënuara. Aq të rënuara, sa që nuk shërbenin dot më si mbrojtje për qytetin. Por në udhëheqjen e Nehemias, njerëzit u sfiduan të bënin diçka në lidhje me këtë problem. Puna kërkonte një numër të madh njerëzish, jo vetëm banorët e Jeruzalemit, por edhe qytetarë nga qytetet përreth, si Jeriko, Tekoa, Gabaoni dhe Micpa, dhe mos harroni Zanoahun, banorët e të cilit riparuan rreth 500 metra të murit. Sa grup interesant punëtorësh. Disa ishin priftrinj, disa ishin tregtar, të tjerë ishin levit. 2 nga kandidatët më të papërshtatshëm për punë fizike ishin Uzieli, që ishte argjendar, dhe Hanania, prodhues parfumesh. Dhe nuk ishin vetëm burrat ata që rindërtuan murin. Shkrimi na thot se Shalumi riparoi një pjesë me ndihmën e të bijave. Më vjen keq të them, por jo të gjithë ishin të gatshëm për ndihmuar. Burrat nga Tekoau dolën vullnetar, por Bibla thot se fisnikët midis tyre nuk e ulën qafën për të bërë punën e Zotit të tyre. Çfarë kontrasti me Barukun, i cili me zell riparoi pjesën e tij. Pas 52 ditësh, puna përfundoi. Pavarësisht kritikave, talljeve dhe madje edhe kërcënimit me vdekje ndaj Nehemias, Nehemia ja dha meritën si perëndis për ndihmën e tij, ashtu edhe punëtorëve, sepse siç tha Nehemia, populli e kishte marrë me shumë zemër punën. Miqtë mi, nuk e di se çfarë pune duhet bërë aty ku jetoni ju, por nëse keni nevojë për udhësime, ju inkurajoj të lexoni librin e Nehemias. Dëgjuat Fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.